një pozitë udhëheqëse për brenda kompanisë. Na trego pak shkallët e suksesit, me cilën pozitë ke filluar fillimisht dhe pastaj si u ngrite deri në këtë pozitë udhëheqëse? Po, une me shkollim jam inxhinier i mashinerisë edhe ja kom fillu në Gjermani në fakt si projekt manager i projekteve inxhinierike. Do të është punë standarde i një inxhinierit mashinerisë. Pastaj ma kanë ofru vendin e punës këtu në Kinë si drejtori operativës. Drejtori operativës këtu në Kinë është udhëheqësi i inxhinierisë edhe i projekt managementit, kurse pas 2 vjetë në qatë pozitë më kanë ngrit në pozitën e managerit general ose zavendës drejtori i këtë firmës, kurse tash ala i udhëheqë inxhinierat edhe projektet, po tashma në nivel strategjik, do më thonë na e këqyrim të ardhmen e firmës dhe marrim vendime që janë për disa vjetë. Na trego pak edhe për numrin e punëtorëve, sepse po flasim për gjigant teknologjik, por në anën tjetër, cili është numri i punëtorëve që janë pjesë e kësaj kompanie? Në krejt botën janë 3.000 punëtorë, kurse në Kinë këtu në udhëheqjen tonë janë 120. 120. Pra e ke një ekip të madh në menaxhim? Po, në fakt, tash si drejtor general, si zavendës drejtor, në fakt, këtë ekipi është në udhëheqje. Si është kultura e kompanisë? Na trego pak që të kemi edhe ne kosovarët ose shqiptarët në përgjithësi shembull se si udhëhiqet një kompani e suksesshme. Po, kultura e kompanisë këtu në Kina kemi marrë shumë elemente prej kompanisë gjermane, po i kemi kombinu me një afërsi ma shoqërore të kinezëve. Se në shumica e punëtorëve në fakt janë kinez. Kemi edhe një gjerman tjetër në firmë, herët janë kanë edhe 2 tjerë. Kurse na tash kemi kriju një kulturë të shoqërisë edhe një kulturë familjare, kurse edhe privatisht kemi kontakt me punëtor, nuk mundohemi me bërë një hierarki shumë strikt, që në Kinë është e pazakonshme, po ne mundohemi edhe në mënyrë shoqërore mu lidh me punëtorët, edhe me kuptu problemet më mirë. Në shumë vende evropiane, ka raste kur ju e gjeni mikpritjen. E kemi pasur, besoj kam pas shumë të tillë eksperienca, ndërsa dhe shikuesit e kanë përjetuar një gjë të tillë. Por kur vjen momenti të kesh një pozitë udhëheqëse në një kompani, aty disin pastaj ndryshon situata. Thuani që kinezët kanë qenë të hapur edhe për këtë pjesë, pavarësisht pse je shqiptar, një vend i dukshëm të largët, ani pse ke jetuar në një pjesë të konsiderueshme në Gjermani, e kanë pranuar lehtësisht suksesin tuaj edhe ngjitjen në majët e karrierës? Po, në fakt, as pak nuk ka pas problem që ose nuk kumpa naj gjest të kinezëve të keq, në fakt, pse jam i Kosovës. Për kundrazi, ju doke shumë interesant se shumica e kinezëve nuk kanë dëgju kur për Kosovën. Dhe është normal kënaqësi edhe për mu me i tregu për vendin, për Kosovën, për shqiptarët, për kulturën tonë, që është mjaft ndryshe prej Gjermanisë. Po e mira është që kinezët masi kam punu edhe jam shkollu në Gjermani, prapse edhe Gjermanin kinezët e respektojnë shumë, mu ma kanë dhonë respektin e Gjermanit, po paralelisht mësojnë për Kosovën, për një kulturë që është komplet e huaj edhe për kinezët.